Në Kukës numri i martesave për 6 mujorin e parë të vitit 2025 ka mbetur thuajse i njëjtë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të gjendjes civile, interesi për të kurorzuar lidhjet martesore në qytet nuk ka ndryshuar ndjeshëm, duke reflektuar një qëndrueshmëri në tendencën e martesave në këtë zonë. Për sa i përket martesave, në zyrën e civile të Bashkisë Kukës janë afërsisht 110 martesa për 6 muajin e parë të vitit 2025. Ka shumë është shifra e njëjtë me 6 muajin e vitit kaluar. Përgjegjësi i zyrës së gjendjes civile Ervin Sfahiu bën të ditur se përveç banorëve rezident, Kuksi mbetet një zgjedhje preferuar për celebrim edhe për persona që jetojnë jashtë vendit. Këta shtetas shpesh zgjedhin të kthehen në vendlindje për të kryer ceremoninë martesore pranë familjarëve. Po, kemi shumë raste. Edhe nga shtetaset huaja shqiptar që rrinë në emigracion, vinë bëjnë martesë, celebrimin në zyrën e gjendjes civile të Kukës, kemi shumë raste nga këto. Tendenca e qëndrueshmërisë tregon një ritëm normal të zhvillimeve demografike lokale.